Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar dhe nga dy ministrat e kabinetit të tij, Albana Koçiu dhe Besfort Lamallari, në konferencën për mediat nga kryeministria prezantoi masat e reja ligjore që janë në fuqi që sot për lejet e ndërtimit. Rama paralajmëroi se arkitektët që do të merren me ndërtimet do të kenë përgjegjësi ligjore nëse devijojnë nga plani që mund të kërkohet nga ndërtuesit. Një tjetër pikë ku do të ketë ndryshime janë hapësirat publike. Kryeministri paralajmëroi shkarkime apo edhe procedime për të gjithë punonjësit që kontrollojnë hapësirat publike dhe evidentojnë ndërtimet pa leje. Një tjetër masë është deregjistrimi në kadastër apo konfiskimi nëse shkelen rregullat ligjore. Nuk do të ketë më hyrje të banorëve në pallatet e reja, në rast se nuk ka pajisje me certifikat përdorimi dhe hipoteke, tha Rama. Arsyeja pse njerëzit mbeten pa hipotek është se ndërtuesit nuk respektojnë të gjithë parametrat e lejeve të ndërtimit dhe mbikëqyrja nga ana e bashkive është konstatuar të jetë jashtëzakonisht e dobët, gjë që kthen drejt për drejt në viktim atë që është në fakt, jo vetëm i pafajshëm, por që është edhe i zoti i investimit, qytetari që ka paguar për të pasur një shtëpi. Dhe nga ana tjetër nuk do të lejohet më që në godinat, pallatet, pa certifikat përdorimi të lidhet ujë dhe të lidhen dritat. Nuk do të lejohet më që të merren njerëzit të futen në për apartamente pa u përfunduar ashtu siç duhet objekti dhe pa u pajisur njerëzit me hipotekën. Rama paralajmëroi sanksione për ndërtuesit duke përmendur krijimin e listës së zezë që do të përfshijë zhvilluesit dhe individët që kanë shkelur ligjin, administratorët, ortakët, pronarët përfitues që do të përjashtojnë nga marrja e lejeve të ndërtimit për një periudhë 5 vjeçare. Përjashtohen nga çdo mundësi për të marrë leje ndërtimi për një periudhë 5 vjeçare. Dhe kjo listë do të mbahet dhe do të përditësohet nga sekretariati teknik i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe të Ujit dhe do të jetë një regjistër publik i aksesueshëm në faqe elektronike nga të gjithë. Dhe gjithë ky proces ndalimi do të thotë që nëse një subjekt ka kryer punime në kundërshtim në shkelje të lejes së miratuar nga organi kompetent, Këshilli Kombëtar apo Bashkia, dhe ka shtuar ose ka ndryshuar edhe qoftë edhe fasadën, këto shkelje natyrisht pasohen me gjoba, pasohen me të gjitha ndëshkimet e tjera,